Të nderuar shikues, mirëmbrëma, do të njihemi bashkë me edicionin qendror të lajmeve këtu në kanalin 7, ndër të tjera do të ndiqni. Gjykata liron nga burgu të arrestuarit për zjarrin në pallatin 12 katësh, zëvendës kryeministri Akoqiu takon banorët, premton rindërtimin dhe bonusin e qeras. SPAK jep pretencën për Erviz Berberin me 21 të akuzuar të tjerë për abuzimet me tenderat. Kërkohet dënim me 10 vite burg për ish kreu në autoritetit rrugor shqiptar. Opozita zhvillon protestën e radhës në bulevard, rikthehet skenari i tubimit me fjalime, PD kërkon largimin e Ramës dhe qeveri teknike. Sot në mbrëmje, spektakli Ferma VIP në Vision Plus, priten surpriza dhe emocione të forta, konkurrentët vijnë përballë sfidave të vështira të Agait. Vjen mëngjersisht, tokat e zeza kanë lënë të lirë të arrestuarit për zjarrin që shkrumboi pallatin pranë qendrës spitalore universitare në Tiranë. Ata do të hetohen në masën e detyrimit për t'u paraqitur, ndërkohë në hetim është edhe pronari i kompanisë Arlis. 4 të arrestuarit për zjarrin që shkrumboi pallatin me 12 kate të martën u lanë të lirë. Inxhinieri i kompanisë Arlis, Enver Ademi, Altin Fortuna, kontraktori i fasadës, Agron Cara, administratori i pallatit dhe menaxherja e marketit nga ku dyshohet se nisën flakët, u lanë në detyrim për t'u paraqitur në policinë gjyqësore. Dyshimet janë se flakët nisën te cepi i marketit pas djegjes së kartonëve. Mendohet se kanë qenë disa të mitur që ndezën zjarrin, i cili në vetëm pak minuta përfshiu gjithë pallatin. Ekspertët ngritën alarmin për materialin e përdorur në fasadën e jashtme të pallatit, që favorizoi flakët, duke bërë që të depërtohen brenda të paktën 30 apartamenteve. Banorët të mbetur në mëshirë të fatit bën apel që të dëmshpërblehen, pasi të gjitha kursimet e jetës së tyre i kishin shpenzuar për të blerë një apartament. Shoqëria Arlis Ndërtim doli me njoftim zyrtar duke marrë përsipër rindërtimin e plotë të fasadës së pallatit të dëmtuar nga zjarri, si dhe të gjithë apartamenteve të dëmtuara me shpenzimet e saj. Për të shuar flakët u angazhuan disa mjete zjarr fikse, forcat e policisë dhe ekipet e emergjencës për të evakuuar banorët e bllokuar në apartamente. Pas më shumë se 4 orësh ndërhyrje nga toka dhe ajri, zjarri u vu nën kontroll, duke lënë pas dëme jashtëzakonisht të mëdha. Ndërkohë qeveria ka premtuar se pallati do të rindërtohet në kohë nga sipërmarsi. Zëvendës kryeministri Alban Akoqiu siguroi familjet e prekura se do të mbështeten edhe financiarisht për çështjen e strehimit të përkohshëm. Pallati djegur në zonën e farmacisë 10 do të rindërtohet plotësisht. Zëvendës kryeministri Alban Akoqiu, gjatë një takimi me banorët e prekur nga djegja e pallatit, i siguroi ata se për një muaj do të nisin punimet. Kështu që ne do t'i vëmë të gjithë institucionet në dispozicion që të punojnë në një kohë rekord. Së bashku me Bashkinë e Tiranës, unë komunikova, do të marrin masat edhe për të gjetur hapësirën për një bonus qiraje. Numri 2 i qeverisë dha lajmin se po shihet mundësia e bonusit të qiras për akomodimin e banorëve. Është garancia që ne do ta na keni në krah deri në fund të procesit, derisa pallati të kthehet në gjendjen për të cilën ju keni paguar. Është e rëndësishme të mbarojë procesi i hetimit, të na nxjerrë përgjegjësi penale nëse ka. Kjo ngjarje na ka dhënë një mësim që do duhet ta reflektojmë në masa konkrete. Por, ajo që ka rëndësi është që, ashtu siç e deklaroi kryeministri, firma e ndërtimit merr përsipër për të rikthyer të gjithë apartamentet dhe të gjithë godinat apo hyrjet e dëmtuara në gjendjen në të cilën ju i keni blerë. Ndërkohë, Inspektorati Mbrojtjes së Territorit ka shembur edhe një objekt të ndërtuar pa leje pranë pallatit të djegur. Ky objekt pengoi mjetet zjarfikëse të futeshin në territorin e kompleksit për të shuar flakët në pallat. SPAK shpalli pretencën për ish kreu në rrugëve dhe 21 të pandehur të tjerë të akuzuar për abuzime me tenderat. Për Erviz Berberin, prokurori Dritan Prençi kërkoi dënimin me 10 vite burg, ndaj tij rëndojnë akuzat e korrupsionit, pastrimit të parave dhe shkeljes së barazisë në tendera. Prokuroria e posaçme kërkoi dënimin me 10 vjet heqje lirie për ish kreu në autoritetit rrugor shqiptar, Erviz Berberi.
Prokurori i SPAK Dritan Prenqi e akuzon atë për 3 vepra: korrupsion pasiv, pastrim parash dhe shkelje të barazisë së pjesëmarrësve në tendera. Megjithatë, në përfundim, nëse shpallet fajtor dhe kërkesa e organit të akuzës pranohet, atij do t'i duhet të vuajë 6 vjet e 8 muaj burgim me gjykim të shkurtuar. Po ashtu SPAK kërkon që t'i ndalohet mbajtja e një funksioni publik për 5 vitet e ardhshme. I pandehur është edhe ish zyrtari Gentian Gjyli, për të cilin u kërkua dënimi me 1 vit e 6 muaj burg, vetëm për akuzën e shkeljes së barazisë në tendera. Në total kërkohet një dënim prej 50 vitesh burgim për 21 të pandehur, mes të cilëve dhe antarët e Komisionit të Vlerësimit të Ofertave për kohën. SPAK nisi hetim ndaj Berberit për çështjen e shitjes së 2 kompanive në vitin 2018 dhe dyshohet që transferoi fiktivisht para për të përfituar vetë. Duke vendosur të 3 si pronar të kompanive, konkretisht biznesmenin Walter Begaj dhe Ervis Lamin, SPAK thot se hetimet vërtetuan se Ervis Berberi vepronte në cilësinë e pronarit të shoqërisë DAM SHPK, pasi ai interesohej dhe informohej për aktivitetin e shoqërisë, për klientët, furnitorët, detyrimet, punonjësit e shoqërisë, si edhe merrte vendime për pagesat dhe faturat. Biznesmeni Begaj po gjykohet i ndarë me procedurë të zakonshme. Erion Veliaj ka kallëzuar Anesti Angonin për falsifikim dokumentash. Sipas padisë drejtuar Gjykatës Penale të Tiranës, kryebashkiaku pretendon se fakti që Nesti Angoni është një personazh i sajuar dhe jo anonim, siç thot SPAK, ngre dyshimet se bëhet fjalë për një rast falsifikimi. Kjo sjell si pasojë deformimin e procesit të vlerësimit të informacionit nga prokuroria dhe cënon besimin që shteti duhet të ketë në dokumentacionin që i paraqitet, duke rrezikuar që mekanizmat e ndjekjes penale të vijë në lëvizje mbi baza të pavërteta, shkruhet në kallëzimin e Veliajt. Partia Demokratike përmban protestën në 7 kombëtare kundër qeverisë të drejtuar nga kryeministri Edi Rama. Opozita ka vendosur t'i kthehet modelit të tubimeve me fjalime në bulevardin Dëshmorët e Kombit. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha ka deklaruar se qytetarët janë ngritur për të kërkuar largimin e kryeministrit Rama. Prej orës 19 po mbahet protesta kombëtare e Partisë Demokratike në bulevardin Dëshmorët e Kombit. Në ndryshim nga tubimet e kaluara, në protestën e 7 kombëtare, opozita i është rikthyer skenarit të fjalimeve në skenën e ngritur para kryeministrisë. Në këtë tubim, opozita ka vendosur në qendër edhe situatën ekonomike dhe rritjen e çmimit të karburantit. Rreth 1500 forca policore janë vendosur në gatishmëri, ku përfshihen forcat e rendit, ato të shqiponjave, por edhe njësia e Elit Renea. Protestat e opozitës nisën në fundin e vitit kaluar, kur u bën publike hetimet e SPAK-ut për ish-zëvendës kryeministren Belinda Balluku dhe tenderat e Akshit. Opozita kërkon largimin e kryeministrit Rama dhe krijimin e një qeverie teknike. Policia e Tiranës ka arrestuar në operacione të ndryshme 4 të rinj. Ata janë kapur gjatë kontrolleve të uniformave blu dhe kanë përfunduar në pranga pasi ju janë gjetur armë. 4 të rinj janë arrestuar nga policia e Tiranës pasi u kapen pas kontrolleve të uniformave blu me armë zjarri. Konkretisht, komisariati numër 5 në kuadër të operacionit të koduar risku kapi në flagrancë 2 të rinj me armë zjarri. Efektivet i kërkuan Adriano Korbit që të ndalonte motorin që po drejtonte, por 23 vjeçari refuzoi dhe tentoi të largohej me shpejtësi. Ai është ndaluar në fshatin Çekrez, ku i është gjetur një pistolet dhe një maskë që mbante me vete. Në pranga për moskallëzim krimi ka përfunduar dhe shoku i tij 18 vjeçar Ardian Ademi. Pas arrestimit, blut ushtruan kontroll në banesën e Korbit, ku gjete një armë gjahu dhe një armë sportive. Dyshohet se të rinjt kishin lidhje me grupe kriminale. Ndërkohë, një tjetër operacion është zhvilluar nga njësia Shigjeta, ku gjithashtu janë arrestuar 2 të rinj të kapur me armë. Forcat e policisë ndaluan mjetin e 21 vjeçarit nga Shkodra Elvis Lazri në afërsi të mbikalimit të Rinasit, ku i gjetën një pistolet. U arrestua gjithashtu dhe shoku i tij Emiliano Ashta për moskallëzim krimi. Lagjet e qytetit të Durrësit janë përmbytur shpesh nga shirat dhe një nga arsyet ka qenë bllokimi i kanaleve kulluese. Për të evituar përsëritjen e këtyre problematikave është ndërmarrë një aksion për prishjen e objekteve dhe mureve rrethuese. Inspektorati Mbrojtjes së Territorit Durrës në bashkëpunim me ndërmarrjen e rrugëve dhe Policinë Bashkiake ka nisur një aksion në terren për lirimin dhe pastrimin e kanaleve kulluese në të gjithë bashkinë.
Aksioni synon parandalimin e përmbytjeve dhe përmirësimin e sistemit të kullimit, sidomos në zonat problematike gjatë rreshjeve. Gjatë ndërhyrjeve janë prishur edhe mure rrethuese dhe disa objekte që ishin bërë pengesë për rrjedhën e ujrave. Qëllimi ky është që të ndërhyjet, se gjithë këto vite është ndërtuar në mënyrë abuzive, edhe megjithatë, siç e preka pak më parë, njerëzit banorët janë edhe ndërligjësuar, se kanë mësuar edhe vetë që me ndërtimet ndërhyrjet që kanë bërë, janë përmbyt, janë pa ata që janë prek nga kjo, kështu që janë treguar shumë bashkëpunues. Tani kemi vazhduar prishet sipas planit punës apo sipas projektit që ka miratu bashkia për vazhdimsinë e gjithë zonave që përfshin në Durrës për të lloj aksioni. Kemi pas një problem të tillë në këtë zonë, një përmbytje për arsye sepse bllokimi ka qenë një temë mase dhe ka favorizuar ndoshta edhe ujin që të normalisht të përhapet. Ndërhyrja është përqendruar kryesisht në zonën e plazhit dhe në Durrësin e Ri, dy prej zonave më të populluara dhe më të ndjeshme ndaj përmbytjeve. Ky aksion pritet të ketë ndikim pozitiv jo vetëm në përmirësimin e infrastrukturës së kullimit, por edhe në rritjen e sigurisë dhe cilësisë së jetës për banorët e qytetit, sidomos në prag të sezonit veror, ku Durrësi përballet me një fluks të shtuar vizitorësh. Bordi i transparencës rriti këtë të premte me 3 lek çmimin e naftës, duke e çuar në 210 lek për litër. Më shtrenjtë do të blihet edhe benzina, e cila nga 174 lek për litër, sipas vendimit të ri, do të kushtoj 176 lek për litër. Çmimet e reja do të jenë në fuqi deri në mbledhjen e ardhshme të bordit, ndërsa operatorët që do të kapen duke tregtuar karburant mbi këto nivele do të nënshkohen me pezullim të aktivitetit. Ministrat e mbrojtjes së Kosovës dhe Shqipërisë kanë rënë dakord për forcimin e bashkëpunimit me fokus prodhimin e pajisjeve ushtarake. Ky hap vjen edhe në kuadër të aleancës mes Tiranës, Prishtinës dhe Zagrebit. Kosova dhe Shqipëria do të thellojnë bashkëpunimin në fushën e industrisë së mbrojtjes. Pas takimit me homologun e tij shqiptar, ministri i mbrojtjes i Kosovës, Ejup Maqedonci, tha se vendi i tij është në koordinim edhe me partnerët e tjerë për çështjen e bashkëprodhimit të armëve. Është bashkëprodhimi, por do të shikojmë mundësitë se në cilat fusha mund të bashkëprodhojmë, dhe kjo do të bëhet sigurisht në periudhën e vazhdim, kur do të krijojmë edhe grupet, edhe ekipet që do të punojnë në identifikimin se çka mund të bashkëprodhojmë bashkë, në mënyrë që të jemi edhe të ndërveprueshëm në aspektin operacional, por edhe në bashkëprokurim, mund të themi, të sistemeve të cilat na bëjnë të ndërveprueshëm. Ne kemi edhe në kuadër të deklaratës së përbashkët trilaterale me Shqipërinë dhe Kroacinë, një ndër pikat kyçe bashkëprodhimin, por edhe prokurimet e përbashkëta si tri vende që të na mundsojë që të jemi të ndërveprueshëm edhe të kemi produkte cilësore. Ndërsa ka shprehur shqetësimin për situatën e sigurisë në rajon, ministri i mbrojtjes i Shqipërisë, Ermal Nufi, tha se forcimi i bashkëpunimit me Kosovën është thelbësor. Bashkëpunimi këtë fushë është thelbësore për rritjen e kapaciteteve tona dhe garantimin e sigurisë të dyja vendeve. Besoj që ky diskutim do vijojë edhe më tej me të gjitha impiantet e prodhimit që po ngrihen si Kosovë si Shqipëri, si simbole jo vetëm të zhvillimit teknologjik dhe industrial në Republikë, por edhe të bashkëpunimit vllazëror. Bashkëpunimi në fushën e sigurisë dhe mbrojtjes mes Kosovës dhe Shqipërisë përfshihet edhe në deklaratën që Prishtina, Tirana dhe Zagrebi nënshkruan vitin e kaluar. Serbia e ka parë këtë bashkëpunim si aleancë ushtarake kundër saj, por ky pretendim vazhdimisht është të mohuar nga të 3 vendet. Publikun e pret sot një mbrëmje e veçantë në ekranin e Vision Plus. Spektakli Ferma VIP premton surpriza dhe emocione të forta, ndaj asgjë nuk duhet humbur duke filluar nga ora 21. Sonte në mbrëmje në orën 21 në ekranin e Vision Plus pritet të transmetohet Nata e 7 Prime, një puntatë në të cilën emocionet janë në kulm ndërsa konkurrentët përballen me sfida gjithnjë e më të forta dhe vendime për rrugtimin e tyre në garë. Sa bukur. Pas një jave të mbushur me dinamika, diskutime dhe përballje, publiku është në pritje të zhvillimeve të reja që pritet të sjellë kjo mbrëmje. Ndërkohë, votat pritet të luajnë një rol kyç, duke përcaktuar se kush do të vazhdojë garën dhe kush duhet të përballet me sfida apo të largohet nga formati. Pas ka ardhur një zarf për Adin.
Spektakli premton tension, emocione të forta dhe momente të papritura që do të mbajnë të mbërthyer teleshikuesit deri në fund. Nata e 7 Prime vjen si një pikë these në këtë rrugëtim, ku çdo detaj ka rëndësi. Loja tani më duket se ka marrë një tjetër drejtim. Romancat të reja kanë nisur në ferm. Pas festës së ditëlindjes së Klodit, gjithçka ka ndryshuar. Menjëherë, pas puthjeve e përqafimeve, Vanessa dhe Indri kanë zhvilluar një bisedë të gjatë, ku aktori është shprehur se nuk është gati të ketë një marrëdhënie dhe ka sqaruar se nuk dëshiron të krijojë iluzione mes tyre. Nga ana tjetër, a ka lindur një ndjenjë re mes Fabiolës dhe Adionit? Një dasmë në ferm mund të ndryshojë gjithçka. Të gjithë sytë janë drejtuar drejt ekranit të Vision Plus për një tjetër mbrëmje që pritet të lërë gjurmë. Detajet patjetër do të marrin vëmendje gjatë spektaklit të sotëm, duke nisur nga ora 21 në ekranin e Vision Plus dhe në live stream në YouTube. Presidenti i Federatës Armand Duka deklaroi gjatë një bashkëbisedimi me gazetarët se qëndrimi apo jo në stolin e kombëtares i takon si vendimarrje vetë trajnerit brazilian. Në çdo rast, Duka shtoi se ka gati alternativat, ndonse nuk përmendi emra. Kreu i Federatës kritikoi Ministrinë e Financave për disa pengesa në kalimin e ligjit të sponsorizimit në sport, por edhe institucionet në tërësi për mungesën e terreneve sportive. Topi është tashmë në këmbët e Silvinhos, e braziliani duhet të zgjedhë se si do ta luajë atë. Kjo është esenca e asaj çfarë deklaroi në bashkëbisedimin me gazetarët presidenti i Federatës Armand Duka, kur u pyet se çfarë do të ndodhë me stolin e kombëtares duke qenë se kontrata me trajnerin aktual përfundon në muajin korrik. Duka rrëfeu bisedën me brazilianin pas disfatës në Poloni, ku e ka pyetur atë nëse dëshiron të vazhdojë të jetë në krye të Shqipërisë, një vendimarrje dypalçe që sipas tij në çdo rast do të ndodhë përpara muajit qershor. Një trajner e ndjen vetë nëse vërtet mund ta udhëheqë më një skuadër. Pozicioni i trajnerit është një pozicion që të konsumon. Dihet, domethënë, futbollistët që mbase nuk aktivizohen apo nuk thirren, padyshim që nuk është se janë shumë të lumtur dhe për këtë e kam pyetur si e ndjen veten nëse e udhëheq përsëri këtë skuadër apo jo. Ai do marrë kohën për ta menduar këtë gjë dhe për të dhënë një përgjigje. Kjo nuk do të thotë që nëse Silvio do të thotë që po, unë kam energji për ta vazhduar këtë punë dhe vazhdoj. Pastaj ne do t'i ofrojmë, le të themi, kushtet e një kontrate të re për pas korrigu. E megjithatë, Duka nuk u rezervua në qëndrime kur u pyet për një të ardhme të stolit kuqezi pas Silvinhon. Ai zbuloi se Hasi kishte refuzuar në një rast Shqipërinë për Anderletin, por nuk e mbylli derën ish mbrojtësi të kombëtares, i cili ditët e fundit rastësisht apo jo ka qenë në Tiranë. Kam takuar disa ish futbollistë të ditë, po besnikun jo. Oferta e parë do t'i jepet Silvinhos, dhe nëse nuk do të finalizohet, padyshim që do të fillojmë një jetin proces dhe nuk do të thotë që në kokën time nuk i kam ca emra. Duke ju përgjigjur interesimit të gazetarëve mbi shumë çështje, Armand Duka e konsideroi shumë pozitiv rrugtimin e Shqipërisë me Silvinho në stol dhe kualifikuesit e fundit për në Kupën e Botës. Ai nuk nguroi të kritikonte të Ministrinë e Financave që sipas kreut të Federatës po krijon pengesa në lidhje me projektligjin për sponsorizimin në sport, e po ashtu konfirmoi se përplasja institucionale me Komitetin Olimpik vazhdon. Duka shinjëstroi edhe pushtetin lokal dhe atë qendror për mungesën e infrastrukturës sportive në vend dhe mohoi zërat mbi ndryshimet të mundshme të formulës apo numrit të ekipeve pjesëmarrëse në kategorinë superiore dhe atë të parë në futbollin shqiptar. Këtu kemi përfunduar, një falenderoj për vëmendjen, bashkë natën e mirë.